protestës të jona. Unë quhem Ervisa Hadëri dhe jam avokate me profesion. Bashkëshorti gjithashtu. Sot kam 2 pasaporta në duar. Atë shqiptaren më të bukur botë dhe amerikanen. Por jam kthyer në vendin tim, sepse dua të tregoj djalin tim që aeroportet është vati i suksesit, që nëna dhe babai im, prindrit tuaj, i kanë parë aeroportet, jo për udhime embulsose, siç ka për Edi Rama, siç ka për Sala me Sorosianët. Dua t'i tregoj fëmijës tim që vendet e suksesshme nuk janë më tanë aeroportit, po janë këtu o njerëz. Shikoj gjithë të çuna të ri, prima, familjar, gota, nënër, prindërve. Jemi këtu për t'i treguar që ne ja kemi dalë edhe jashtë këtij vendi. Ne kemi ecur kudo ku kemi qenë, dhe pse jo mos të jemi këtu në vendin tonë. Kjo pasaportë amerikane më dha të drejtën, por jo rrënjët, jo fëmirin, jo prindrit, jo familjen. Ajo është këtu, është në rrugë të Tiranës, në rrugë të Shqipërisë. Sot jemi vetëm për kauzën. Më falni, jam shumë emocionuar. Sot jemi shumë të mirë të gjithë. Ne di që këtë emocion po e meriton çdo kush, çdo prind, çdo gjysh, nën, vlla këtu në këtë shesh. Ndaj them Edi Ramës, ndalu bejt se ka hendek. Është koha të ikësh! Shqiptari Edi Rama nuk e ka zakon të sheshe Shqipërinë një euro. Pas shkon në Amerikë, të jep amerikani. Nuk të blesh shtëpinë, por jo tokën, do ta paguash gjithë kohën. Edi Rama, nuk mund të luash më me gjakun e kësaj Shqipërie. Nuk mund të luash më me këta shqiptar që s'ja dalin dot që në fund të ditës mendojnë a i dalin shpenzimet apo jo. Edi Rama, del dhe na flet ne për Asa Qesharake. Sot kishe një takim me djemtë e Zvërnecit. Doje t'i gjojë, po pse pikërisht tani? Edi Rama, djefe që sa t'jem unë këtu, projekti nuk do anullohet. Sa t'jen shqiptarët këtu, Shqipëria nuk shitet. Sa t'jen këtu, Shqipëria nuk shitet. Sa t'jen këtu nëna këtu, shitet. Jeni kaq të bukur, dukeni kaq të bukur sot. Ma keni për zemrën malë, ju dua. Mos u dorëzoni, mos u përçani, mendoni luftën, kaosin që po bëni çdo ditë, vuajtje që po hasni çdo ditë, çdo vuajtje vjen nga ky sistem, nga kjo pjellë e komunizmit, nga këta perishjan të qelbur, që s'po na lën më të ecim përpara, por jo më, dalur bek se ka hendek, i themi gjithë shqiptarëve sot, e jam lidhuni, e jam lidhuni këtu këtu, e jam lidhuni këtu këtu, bashkë me ne. Do të keni punë në pjetë protestit, jam një qytetare thjesht që kam ardhur nga trotuari. Atëherë nëse është të vdesim, ne të vdesim sot për Shqipërinë. Të gjithë bashkë dhe ne nuk dorëzohemi. Bravo Shqipëria! Ka ndonjë që na quan akoma ne të çmendur tu për këto gjëra që kemi kohë që u kemi. Unë kam fatin që kam qenë në moshën tuaj kur kam qenë student i dhjetorit dhe kemi qenë nga ta që kemi thirrur të parët e duam Shqipërinë si gjithë Evropën. Por ne nuk ishim aq të zgjuar sa qini juve sot. Si pralla e kecit dhe me dhitë na erdhi ujku me këmbën e lyer me miell dhe na hyri brenda dhe sot e shikoni se në çfarë gjendje ndodhet Shqipëria. Populli është si dragoi, duket sikur fle, po në momentin që ai duket sikur fle, ai është më i rrezikshëm se kur për të gjithë diktatorët. Ta që kanë mbyllur dritaret këtu, i kanë mbyllur dhe veshët. Dua t'i them Edi Ramës, ka 2 rrugë për t'u larguar. O të largohesh nga marrëveshja me popullin që ka dalë në këtë shesh të madh, ose do largohesh me dhunë nga turmat. Rrugë të dytë s'ka.
largohu dhe pastaj vendi ka nevojë për një kontrakt të re sociale, ku shteti të vjetë në ekuilibër, ku të ketë president të dalë nga populli jashtë partive politike, ku të ketë këshill presidencial që të ekuilibrojë presidentin, ku kryeministri, kushdo parti që të fitojë edhe 10 mandate, mos ketë mundësi të jetë më shumë se 2 herë kryeministër. Ky vend duhet dhënë në shina dhe mbi të gjithë të jetë diktatura e popullit. Dëgjoni këtu. Sot këtu vendoset fati i arshëm i 15 vjetëve të paktën të atyre që do të drejtojnë Shqipërinë. Duhet jemi të kujdesshëm sepse këtu sot kanë sy e vesh të gjithë ata që janë të interesuar për Shqipërinë. Si miqtë, si dhe armiqtë. Ne gardhin duhet ta mbajmë me të dy bashkë, dhe me miqtë dhe me armiqtë. Dhe gardh nuk do ketë vetëm midis nesh. Edi Rama, Dorigju. Voti zgjedhor. Votat të numërohen nga njerëzit që do dalin nga ky shesh. Të krijoni një lëvizje politike. Ja u rekomandoj, mos rini amorf, një parti politike që mund ta quani partia e bulevardit, sepse ka dal nga bulevardi. Ngrini një strukturë themelore drejtuese me djemt dhe me vajzat më të mira. Ne jemi shumë pak dhe njohim njëri tjetrin. Ja njohim se cilit meritat dhe dobësit dhe të metat. Mos lejoni që këtu në krye të dalin ata që punojnë për të tjerët, ata që nuk e duan Shqipërinë. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve. Mos e ndryshoni parullën, mos e zbrutni parullën. Vdekje tradhtarëve. Tojmë një dasëm të madhe. Kam një thirrje për të gjithë botën perëndimore që janë miqtë tanë. Ju lutem, ne kur në dasëm, kur në njeri na mundohet me na prish dasmën, e thrasim vete aty dhe i thomi si e tonë, me të mira apo me të keqe. Nëse ai nuk përgjigjet pozitivisht, ne e nxjerrim me shqelma nga dasma. Tani, zakonisht te ja thot një mik, që është i paanshëm, ti personit, që do me prish dasmën. Dhe ky mik, jeni ju bota perëndimore. Thunja një fjalë vesh ti zotnis. Mos na e prish e dasmën, se mjaft e kemi duru tash 35 vjet me gjithë ortakët e tij. Edhe një kërkesë tjetër e kam për gjithë ata që kanë biznese lokale. Ju lutem, bëni një dasëm plot ose përcaktoni tek ata që kanë sot fatkesi, se po ushqet toka nga këmbë. Shkojnë e të ngushëllojnë këto. Për 4 orë të mbyllin atë biznesin. Lokale që kanë në mënyrë që ata që janë për dasëm, vinë dasëm. Ata që janë për ngushëllim, për fatkesi, shkojnë ke fatkesia atyre që na kanë pru këtu në këtë tubim. Ju përshnes tonëve edhe nesër më shumë pa tjetër, sepse kjo frym nuk nale. Rroft Shqipnia, rroft ky kombi ynë, edhe ky vend i bekuar që nuk i mungon asgjë, përveç se na ka tepru e keqja këtyre që e kanë sjellë këtë vend.